Parku i shtëpisë së pavarësisë në Vlorë mbushet me ujë. Ky është realiteti që mund ta takosh sot në një prej projekteve më të rëndësishme infrastrukturore të qytetit bregdetar. Projekti, që është realizuar në zonën e Skelës, në hyrje të shëtitores lungomare, është pushtuar nga gropa të shumta dhe pellgjet me ujë. Një projekt i cili duhet ishte model, për nga mënyra e realizimit, është kthyer sot i mbushur me ujë në shumë pjesë të tij. Kujtojmë këtu faktin që ky projekt u inaugurua vetëm 2 vite më parë, teksa në një afat kohor fare të shkurtër është kthyer në ujëmbledhësin e ri të Vlorës. Gropat e shumta, por edhe pellgjet me ujë, sigurisht që kanë vështirësuar edhe lëvizjen aty të qytetarëve. Qytetarë që e vizitojnë çdo ditë këtë projekt duke u munduar të gjejnë rrugën më të mirë për të mos lagur këmbët. Jo vetëm kaq, por për shkak të mos funksionimit të sistemit të kullimit, ujërat e shiut vazhdojnë të qëndrojnë të grumbulluara tek gropat për ditë me radhë. Pavarësisht se rreshtet e shiut kanë ndikuar në këtë drejtim, edhe kur rreshtet kanë përfunduar, uji vazhdon të qëndrojë aty për shumë gjatë. Pjesa më e madhe e territorit të këtij projekti është mbushur me zhavor të imët. Gjatë muajve të fundit, në ditët me reshje, një pjesë e konsiderueshme e këtij zhavori ja ka lënë vendin gropave të shumta, duke shkaktuar këtë realitet. Në diskutim sigurisht që vihet edhe cilësia e punimeve. Një prej projekteve më madhore të Vlorës, i cili me sa duket nuk është ndërtuar në të njëjtin nivel. Tereni ka nivele të ndryshme në shumë pjesë të tij, duke ndikuar edhe në cilësinë e realizimit të projektit, në shtimin e amortizimit të mëtejshëm dhe përpasoj shtimin e gropave dhe pellgjeve me ujë të ndotur.